sot në këtë ditë të trisht, por që vlen të flasim më shumë për Papa Franceskun, t'i kushtojmë sa më shumë minuta kësaj figure të shenjtë. Kështu që në këto 12 vite të qëndrimit të tij në krye të selisë së shenjtë, për çfarë do të mbahet mend Papa Francesku, zoti Pashkja? Ndërsa çfarë të flesim në përmundësinë për të folur për personalitetin e kontributin e Papa Franceskut, jo vetëm drejtimin e Kishës Katolike, por edhe për një sër mesazhesh dhe iniciativash që Papa gjatë pontifikatit të tij 12 vjeçar pati për marrë shoqërinë e marrë botën në përgjithësi. Sigurisht të jenë shumëta gjanat që Papa Francesku në nivel universal dhe lokal do të mohet mend, do të kujtohet shumë gjatë. Ai u prezantu në atë mramjet e atëhershme të prezantimit si pap, në një farë mënyrë si papa i të varfërve dhe si papa i mëshirës. Këto dy ishin dy lejtmotivet e pontifikatit e tij dhe që vazhdimisht gjatë predikimeve, gjatë mesazheve, gjatë udhëtimeve të tij apostolike, ai dëshmoi dhe i theksoi fuqishëm. Mëshira e tij, e cila kuptohet brenda botës krishtere, nuk është një koncept i panjohur, por në një farë mënyrë dhe atij i pëlqej ta theksonte vazhdimisht për të thënë që dyrë të kishës, apo mëshira e Zotit nuk njeh e nuk shef kufi. Të varfrit ishin në qendër të vëmendjes dhe ai nuk hezitoi asnjëherë gjatë pontifikatit të tij ta shprehte këtë afërsi, qoftë nëpërmjet nismave të tij të vazhdueshme në nivel universal, duke inkurajuar fuqishëm organizatat kishtare siç është Caritasi për të shkuar në takim, qoftë nëpërmjet iniciativave të tij personale si i peshqvi Romës ai zhvilloi. Mos harrojmë këtu një sër iniciativash që gjatë të njëjtës malë, të njëjtës shenjtë ditës kur në Kishën Katolike festohet e kujtohet misteri i shërbimit të Krishtit, ai zgjodhi pikërisht të varfrit që ta kalonte me to, apo të dielën e pashkve që vazhdimisht gjeti hapësirë për të pastretë dhe për të braktisërit. Në nivelin global, pa diskutim, ai do të mbetet një nga promovuesit kryesor të paqes dhe konfliktet të vazhdueshme që gjatë viteve të fundit ishim në dieni dhe i pam, ai vazhdimisht u ofrua si ndërmjet duke vendosur personin e tij për rolin e Vatikanit si ndërmjet për paqen. Kjo paqen në Ukrainë, linjët mesme, por edhe në një sër vendesh afrikane që edhe pse shpeshherë nuk janë qenë në qendër të vëmendjes, Papa Francesku nëpërmjet akteve dhe gjesteve të tij ishte personi i cili u vendosi vetën në gatishmëri duke kryer edhe gjeste të vazhdueshme konkrete për këtë iniciativë. Po. Papa Francesku, zoti Pashkja, bëri dhe përpjekje për të reformuar sistemin financiar të Vatikanit, por edhe për të adresuar abuzime seksuale të klerikëve brenda institucionit të Kishës. Sa ja doli deri në fund? Sigurisht për këto dy tema duhet të jemi shumë, po themi, qartë, të kujdesshëm, sepse në raport me plagën e pedofilisë, po themi, Papa Francesku vazhdoi linjën që ndoqi Papa Benedikti XVI. Në fakt, Papa Benedikti XVI ishte ai i cili hapi në një farë mënyrë të gjitha dosjet dhe ndoqi logjikën e dyrëve të hapna, duke i nxjerrë në pa dhe duke ju besu komisioneve të jashtme ekstra ekleziale, pra jo kishtare, përdorimin e këtyre dosjeve dhe shfletimin e studimin e tyre. Papa Francesku në magjesterin e tij ndoqi të njëjtën logjikë, do të thotë të vazhdoi atë që Papa Benedikti nisi. Dhe në këtë sistem, në këtë sens, ai ishte vazhdueshmëri e Papa Ratzinger. Ndërsa përsa përket reformave financiare, pa diskutim edhe në këtë aspekt Papa në një farë mënyrë solli në qendër dhe duke ja besu Bankën e Vatikanit për një transparencë më tepër në raport me mediat, në raport me botën laikale, personave që nuk ishin detyrat mirëfillëta kishtare, siç ishin një peshqvet apo kardinal, dhe duke thirrë në laik në drejtimin e këtyre institucioneve në një farë mënyrë për të rritë edhe më tepër transparencën ndaj palëve të treta dhe ndaj atyre që ishin të interesuar. Besoj më tepër se sa çështja një konkluzioni perfekt ose të mbyllur, mund të themi që Papa sigurisht ishte ai i cili në një farë mënyrë të vazhdoi dhe çoi deri në ato reforma që ishin nisur me Papa Ratzinger dhe i zhvilloi edhe në një mënyrë të ndryshme duke respektuar në një farë mënyrë të atë prejardhën e tij latine ku afërsia dhe kontakti imediat i drejt për drejt me popullin dhe me botën laikale, po të them në sensin me botën laike, në këtë sens ishte më i drejt për drejt. Ndërkaq, për çfarë reformash, vendimesh, qasjesh
u kritikua ose më sakt u pa me rezervë Papa Francesco? Unë besoj që Papa Francesco ka qenë vazhdimisht koherent me magjisterin e Kishës dhe i ka qenë